Nëse zemra juve njerës ju thot që jeni gati për me bën ndryshime, du ma shumë, du me dit ma shumë, du me hi ma thellë në këtë rrugtim, du mu shliru pri frike, pri stresit, pri programeve të shumta, atëherë muni me fillu njerëz rrugtimin që kena me e ba kursin bashkë. Sepse vërtet nuk është vetëm një kurs, hajde pe e baj një kurs, ndodh diçka ka me ndodh. Sepse përpos kritikën e informacioneve me vlerë, vetëdisimeve, ushtrimeve, detyrave që kena mjav dhanë, meditime të fuqishme ka me pas mrena. Një muj dit jena bashkë. Një muj dit. Une po jo vjap vetëm 5 temat e para të fuqishme që kena mi pas mrena. E para është sekreti i parë i pasurisë, me kuptu çka është pasuria në vërtet, me shku ma thellë në kuptimin e krejt kësaj. E dyta është bindjet fuqizuese. Do të thonë, bindjet e fuqishme, shkatrimi i bindjeve kufizuese, ndërtimi i besimeve të reja, qysh mi ndërtu besimet të reja, qysh mi thy këto, me thy këto mure që nuk na shërbejmë, nuk mujmë me pa manej, nuk mujmë me pa bollekon. Dita 3, energjia e paras, me mësu ma thellë për energjinë e paras, marrëdhënia shpirtërore me para. Dita 4, vetbesimin, do të thonë ndërtimi i vetbesimit, ndikimi i vetbesimit në sukses, qysh, do të thonë me ngritjen e vetbesimit paralel rritet gjithçka, shkojmë hala ma thellë me vetbesim edhe me meditim të fuqishëm për vetbesim. Do të thonë me kuptu se ti e burimi i bullekut tanë. Edhe 5, identiteti i ri financiar. Kam ju ndimu unë bashkë me virusin me kriju një identitet të ri për financa, që ti vetë automatikisht me fillu me tërhek, me pa mundësi, me kap ide, me kriju një energji të një njerit me një identitet njerit pasur. Sepse nuk mund është unë po du qëta me manifestu, po du qëta me tërhek. Ti tërhek qysh ti je, jo shka ti dan. E na këna mi ndimu me kriju një identitet të ri financiar.